Hallari, I cili nga foto që kemi siguruar duket me një armë tip Skorpion duke hyrë në zyrat e Partisë Social-Demokrate në zonën e Alidemit. Gjithashtu në kërkim është e djali I tij, Lorenzo Tel Hallari. Paktën policia nga hetimet e deri tanishme ka arritur në përfundimi se konflikti ka lindur midis djalit të Arjan Tel Hallari, Lorenzo Tel Hallari me shtetasin Lenti Pale. Dyshimet janë se konflikti ka motive të dobta dhe pas janë zënë dy të rit, pikërisht babai I Lorenzo, Arjan Tel Hallari, ka shkuar për të sqaruar konfliktin me Lenti Pale, I cili ndodhej në zyrat e Partisë Social-Demokrate dhe nga pamja që kemi siguruar ishte me një armë tip Skorpion dhe më pas aty janë konfliktuar, por fatmirësisht nuk ka pasur persona të cilët kanë mbetur të plagosur. Ende është e paqartë nëse shtetasi Arjan Tel Hallari ka përdorur armën e zjarrit tip Skorpion, e cila duket nga pamja që kemi siguruar. Megjithatë, blut kanë gjetur në vendin e ngjarjes dy plumba, të cilat dyshohet si përkasin kësaj arme. Megjithatë, në një reagim për mediat, Partia Social-Demokrate është shprehur se konflikti I cili ka ndodhur ditën e djeshme nuk ka asnjë lidhje me këtë parti dhe nuk është një konflikt I cili ka ndodhur për shkaqe elektorale. Kjo të paktën konfirmohet dhe deri më tani nga policia e Tiranës, e cila po punon për të kuptuar më shumë detaje në lidhje me këtë konflikt, ndërkohë që siç e thash Arjan Tel Hallari është në kërkim nga policia në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, duke qenë se ai ka shkuar për të sqaruar një konflikt midis dy persona, pikërisht djalit të tij Lorenzo Tel Hallari dhe Lenti Palaj, të cilët janë konfliktuar më herët dhe më pas me sa duket Lorenzo Tel Hallari ka lajmëruar babain e tij, I cili ka shkuar për të zgjidhur këtë konflikt, I cili më pas ka degraduar dhe si shikohet dhe nga pamjet ka qenë pikërisht Arjan Tel Hallari, I cili ka hyrë me një armë tip Skorpion në zyrat e Partisë Social-Demokrate. Ka qenë pikërisht pamjet e kamerave të sigurisë dhe gjitha provat e mbledhura nga policia e Tiranës që kanë bërë të mundur zbulimin e identitetit të Arjan Tel Hallari dhe për të kuptuar se cilët kanë qenë personat të cilat janë përfshirë në këtë konflikt. Duke qenë se fillimisht ngjarja ishte e paqartë për shkak të një telefonate e cila mbërriti në policinë e Tiranës në sallën operative ku tha se disa persona janë konfliktuar midis tyre dhe janë përdorur dhe armët e zjarrit. Megjithatë, hetimet tashmë po vijojnë nga policia e Tiranës, paktën deri në këtë moment nuk konfirmohet që konflikti ka motive elektorale dhe gjithashtu hetimet do të përcaktojnë nëse Arjan Tel Hallari ka qelluar me armë zjarri. Duke qenë se të paktën deri në këto momente nga burime nga policia nuk kemi të konfirmuar që Arjan Tel Hallari ka qelluar, duke qenë se blut në vendin e ngjarjes nuk kanë gjetur asnjë ngozhoj nga arma tip Skorpion me cilën ai hyri në zyrat e Partisë Social-Demokrate. E qartë. Ndërkohë, çfarë do thotë kjo për fushatën elektorale? Klajdi, duke patur parasysh që kemi të bëjmë me një zonë e cila është e ministrit Ervin Hoxha, çka do thotë se është e patolerueshme, le të themi një situatë e tillë sidomos së gjatë fushatës elektorale dhe në zyra të tilla që ndoshta mund të sjellin edhe shqetësimin e banorëve, por gjithashtu edhe